gjatë dekadave të fundit dim se kur studentët shqiptarë ngrihen, populli shqiptar po ngrihet. Shembujt historik janë protestat e studentëve në Prishtinë në 1981 për Kosovën Republikë. Ja është shembulli i dytë, ja është lëvizja studentore në qytet studenti për liri dhe demokraci në 1997. Sot në 2015 studentët, pra populli shqiptar, po kërkojnë arsim publik falas. Arsimi duhet i përshtatet intelektit, imagjinatës edhe arsyes të rinjve, edhe jo tregut. Aq më keq një tregu si ky tregu shqiptar. E tjera, dy sugjerime tjera që deshta të ndaja. Ka një zgjedhje, mund protestojmë këtu para kryeministrisë, edhe pas protestës do ndjehemi si subjekte dëshpëruara. Ose mund të ikim në universitet edhe të zaptojmë edhe të çlirojmë universitetet për t'i rithemelu si universitete publike.